Edhe pse Kosova po kalon sfida ekonomike dhe politike, jo të gjitha profesionet janë prekur njësoj. Derisa paga minimale po shkon në 500 euro, disa sektore sot po ofrojnë pagë mbi 1000 euro, sidomos për të rinjtë të cilët duan të punojnë në këto profesione. E një ndër profesionet që aktualisht është më i paguari në Kosovë është teknologjia e informacionit dhe komunikimit. Siç ka theksuar Shpend Lila nga Qendra Inovative e Kosovës, ky sektor është rritur fal kreativitetit të njerëzve që punojnë në to, pa shumë ndihmë nga shteti. Të ardhurat e këtyre punëtorëve shpesh shkojnë nga 1500 deri në 3000 euro, e sidomos për ata që punojnë me kompani të huaja. E përveç teknologjisë, call center po ashtu është shndërruar në një sektor që ka njohur rritje të jashtëzakonshme në Kosovë. Vetëm njohja e gjuhëve të huaja mjafton që paga bazë të kalojë 1000 euro, ndërsa me bonuse të ardhurat shkojnë deri në 1600 euro. Ndërkohë edhe energjia e gjelbërt hap mundësi të reja për punë për inxhinier me paga nga 1200 deri në 2500 euro. E pagë mbi mesataren ofrojnë edhe sektori financiar, ndërtimtaria e mjekësia private e publike. Megjithatë, këto sektore po dëshmojnë se mund të jenë shtylla reale e zhvillimit ekonomik në vendin tonë.